Të bëjmë së bashku një hëmë hoj edhe zara hoj. Fillojmë fillimisht me këtë të hëmës, sepse këtu kam më shumë gjëra për mua dhe dua t'ja u tregoj. Si fillim mami mori këto çorapet për vete, t'ja u tregoj, janë kështu të bardha dhe i mori për këto që janë kështu si me rruda, si me fruta, I don't know si thuhet, po ishin shumë cute. Unë mora këtë fund pantalon në ngjyrë kafe, kishte edhe këtë ripping kështu me këtë detajn silver, ishte shumë i bukur dhe thash për verë do jetë shumë nice, më rinde shumë mirë tek beli edhe mbrapa dukej pelatik, ka zinxhir këtu anësh edhe rinde shumë mirë dhe e mora. T'ju bëj një spoil, të gjitha produktet janë verore dhe për stinën e verës, jo për dimër, përveç disa gjërave që bleva në Zara që mund të themi që janë pranverore. Mora këto jeanse që ishin goxha elastike dhe më rrinin fix, kishin dhe belin e lartë dhe janë kështu, bazike, të thjeshta, por so nice. Dy produktet e fundit janë rroba banjo, janë këto të zeza trupore, vinin kështu. Unë kam një probleme me pak të pjesën e belit, se janë të që janë shumë të larta dhe nuk më rrinë mirë në trup, por këto rrinin shumë mirë, kanë këto detajet gold këtu dhe domethënë kishin sasi të çajsh, shumë cute, edhe më rrinin perfekt fare. Dhe e fundit janë këto rrobat e banjos që janë leopard, edhe no, jaguar, çdo lloj gjëje, çdo lloj kafshë të thoni ju. Por janë shumë bukur, janë në këtë printin dhe rrinin edhe këto shumë mirë, janë bazike. Ishin shumë cute. Vazhdojmë me Zarën. Kemi marrë me mamin 2 sete kafe lino meçi, kështu që t'ju tregoj vetëm njëri, sepse vetëm size-et më ndryshojnë. Janë kështu super të holla dhe me mëngë të shkurtra dhe me kopsa. Këto janë edhe tutat, vetëm se këto janë të gjata, nuk janë të shkurtra, por shumë të bukura. Këtu kemi edhe kostumin e dytë. Tani, mami mori këtë bluzën, ishte shumë e bukur, shumë colorful dhe e mori një triko më saktë, ishte shumë e lezetshme. Mori këto pantallonat që janë kështu të gjëra, kishin një stil shumë të lezetshëm dhe mami t'i shkonin shumë. Problemi vetëm është kombinimi, por që po mendojmë të marrim disa pupa të Pull&Bear që ne I pam në Turqi, por nuk kishte një mas tamam, kështu që do t'i marrim këtu në Shqipëri. Kjo është tjetër bluzë që mori mami, ngjyrë beige, kështu shumë bukur, rinte shumë bukur. Këto janë versioni kaf I atyre të zezave. Kjo është bluzja e fundit që është me këto të qëndishura të bardha kështu, shumë e bukur, verore e freskët. Ky ishte edhe shopping haul dhe gjërat që neve blem në Stamboll. Ne do shihemi në një tjetër video. Deri atëherë, kaloni sa më bukur.